Mateo dhe Selin janë ballafaquar më në fund. I pyetën nga moderatori nëse Selin e meriton të fitore, Mateo shpreh: "Për mendimin tim nuk e ka merituar, se vetmja loja e Selin ka qenë loja e krevatit me Mirin." Nga ana tjetër, Selin u tregua e zhgënjur nga kjo situatë, duke i rikujtuar banorit se kur ishin ende në shtëpinë e famshme, ai ishte shprehur ndryshe. Për momentin nuk e ka merituar, se vetmja loja e Selin ka qenë loja e krevatit me Mirin, dhe më pas debate me Rogertin, edhe Selin viktimizoi dhe kjo ka qenë loja e saj, dhe më pas që bënte mohabet me Rogertin, deklaroi Mateo. Më vjen keq që e dëgjoj nga Mateo këtë, se brenda në shtëpi ka thënë që nëse nuk e fitoj unë, ta fitoj Selin. Pas kësaj deklarate ka ndërhyrë Monika, e cila e ka thënë Mateo se cila ka qenë loja e tij. Loja jote ka qenë në korrizë të Brikenës dhe me hyrjen tënde, Brikena ka humbur rrjedhën e lojës së saj. Ka filluar të kërkonte dilemat e veta dhe ti dole në ujë me shpatullat e Brikenës. Ja ktheu Monika, duke humbur vëmendjen nga ballafaqimi mes Mateos dhe Selin. Selin nga ana tjetër deklaroi se unë nuk jam bërë pishman për asgjë. E vërteta është që unë jam shumë krenare për qasjen që kam bërë në atë shtëpi dhe për argumentet që unë kam bërë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.